Flamurtari në basketbol për femra ka regjistruar një fitore shumë të rëndësishme në Liga Unike të basketbollit, duke hedhur një tjetër hap të sigurt drejt fazës finale të këtij kompeticioni. Ekipi vlonjat triumfoi me shifra të thella 106-71 në transfert ndaj klubit të basketbollit Prishtina në një përballje ku dominoi nga fillimi deri në fund. Vajzat kuqezi zhvilluan një ndeshje të shkëlqyer duke marrë menjëherë kontrollin e lojës që në minutat e para me një ritëm të lartë, mbrojtje të fortë dhe efikasitet të admirueshëm në sulm. Flamurtari arriti të krijojë diferencë të konsiderueshme që në pjesën e parë, duke mbyllur atë me avantazh bindës dhe duke mos e vënë asnjëherë në dyshim fitoren. Në pjesën e dytë, skuadra vlonjate jo vetëm që administroi rezultatin, por thelloi dhe më tej epërsin. Lojtarët e drejtuara me disiplinë taktike dhe shpirt gare treguan qartësisht superioritet ndaj rivaleve nga Prishtina, duke çuar diferencën në plot 35 pikë në fund të takimit, pavarësisht se ndeshja u zhvillua në parketin e ekipit kosovar. Flamurtari arriti të imponojë lojën e tij dhe të tregojë forcën që e karakterizon këtë sezon. Kjo fitore është një sinjal i qartë i ambicieve të flamurtarit që synon jo vetëm titullin kampion në arenën vendase, por dhe rikonfirmimin në Ligën Unike, ku mban statusin e ekipit fitues në fuqi. Me paraqitje të tilla bindëse, skuadra vlonjate dëshmon se mbetet një nga pretendentet kryesore për trofeun, duke konsoliduar pozitat në renditje dhe duke rritur besimin për sfidat e ardhshme drejt finales.